Dita ndërkombëtare e punëtorëve është ndëruar prej vitesh në një ditë festimi familjar, ku qytetarët e Korçës zgjedhin të largohen nga rutina dhe të shijojnë pushimin në gjirin e natyrës, pavarësisht origjinës së kësaj dite që lidhet me të drejtat dhe kontributin e punëtorëve. Shumë korçarë kalojnë atë në mënyrë festive, duke drekuar me familjen dhe miqt në ambientet e gjelbëruara përreth qytetit. Kemi dalë për qef, bashkë me fëmijët, organizuar. Kalojmë këtë ditë të bukur, ditë e mirë. Kështu e keni festuar gjithmonë 1 majin? Po, gjithmonë kemi qenë në vende të ndryshme, nuk kemi qenë këtu, është herë e parë që jemi këtu në Korçë, domethënë që e festojmë. Kam shumë vite jashtë. Më pëlqen, është shumë bukur, njerëzit dalin, kalojnë një ditë të mirë. Kemi organizuar një piknik me që është ditë feste, edhe kemi organizuar një piknik të vogël, po kaloj mirë, koha shumë e mirë me që është dhe ditë pushimi. Jemi mbledhur, po besoj se këto mbledhje do të organizohen edhe jo në ditë festash, për të krijuar një frymë më të mirë në shoqëri, për të qenë bashkë, edhe të rikthejmë pak ato kohët e vitra kur dinin prindit tanë në mal edhe festonin. 1 maj gjithmonë kështu e keni menduar fest dhe jo protest? Po tani protesta nuk është se duhet jetë një ditë e caktuar për të dalë në protest, duhet që nëse ka një kaos për të dalë në protest, duhet të dalim gjithmonë kur e kemi nevojën edhe t'i japim zgjidhje problemeve tona. Për 1 maj si festë e punëtorëve që është, po organizojmë një festë me familjen, po pjekim diçka për të ngrënë, për të pirë, me fëmijët, me nipër, me mbesa, me të gjithë. Ju urojmë të gjithëve një muaj të mbarë, të kenë shëndet e mbarësi. Edhe pse kjo ditë përkujton luftën për të drejtat e punëtorëve në Korçë, ajo është gjithashtu një simbol i bashkimit dhe harmonisë familjare, duke ruajtur kështu një traditë që ndërthur reflektimin me gëzimin.